Në stanët e Novosejt, pranvera nuk vjen me nxitim. Mes këtij peizazhi të ftohtë, takojmë 64 vjeçarin Imer Toçilla, i cili si çdo ditë ka nxjerr delet në kullot. Po këtit kanë ngel dorë, se s'ka kush të ruje. Sa copa e ke? Sa edhe 15 copa janë ato. Edhe këto, si thon, kanë ngel në dorë, edhe s'ka kush do t'i ruje. E për qa janë i ke për Po ekonominë, ekonomi familjare? Familjare. Me shqit s'del për veti, s'm del mu. Për veti kam ato, vetëm sa për veti, s'kam për tjerë. Ti edhe përveç deleve qa ke? Kam një 2 lup, 3 lup. Në s'kam tjetër. Teksa tufa lëviz mes barit të njom që sapo ka qarë tokën, Imeri thotë se blegtoria vazhdon të mbetet një mundësi jetese për banorët të kësaj zone. Në vërdi ka që mishi po hetën, si të hetën mishi, në vërdi ka, për shembull 10 kg mish, bëjnë 150.000 lek pezon, 100 me kone vogël. Ti nuk i shes to, ha? Jo, kjo i prasu, ne i shes për vete. Ku? I havë për vetë. Aha, do të thonë s'ke për tre. Jo, për treks kam, nuk shes. Kam familje, nuk që i kam shpërndave, kam mos. Vinë, va pres ka një, pres për vete, i qesto. Ai tregon se jeta në fshat mund të mbahet nëse ka punë dhe angazhim, por sipas tij largimi i të rinjve po e zbrazë gjithnjë më shumë zonën dhe po e vështirëson zhvillimin. Jetohet me pas punë tash. Mu zhvillue. S'ka gjasa më zhvilluar këj zonë. S'ka, ka lik atë, me pa qenë njerëzit tu, atër po, mund të boshin do një trekti, do një biznes, do një. Po s'ka, po këta s'lenë me ngejtë ku, nuk ka, tokat si kanë, nuk kanë me certifikat tokat, si bëjnë. E ne me shku ma të i qëj me topograf me këtë, si futin ka dasër. Problem është. Problem. S'njetër e problem. Tu, për shembull, kam 5 dilim tokë, le ta futë aty, e pa gjujtë që tokë sa ta ka, në hecë. E bëj, qatë bëj, leje ndërtimi jepë. Ku do në botë apër? Me 5 lekë leje në ndërtimi të apër. Këtu s'po japin. Këto se japin, me luftësia këtë shpajnë se këmë bua. Si thërë jam dënohë, për në tokë teme, ku do, po toka pa letra. Kanë drejt ato se toka s'ka letra. Po pësu si bëni letra, apo s'ka burokrasi? Ku ka, kush ban letra? Edhe pse kalendari shënon pranverën, këtë ustina ndihet vërtet vetëm në fillim të majit. Atëherë, kur bora tërhiqet nga malet, banorët e Novosejt festojnë edhe ditën e verës sipas traditës së tyre të hershme.